Jo, nuk mendoj që kërkojnë shumë, sepse sot nuk ka ma vjera qysh janë kanë nashta si përpara. Shumica e nuseve ndoshta vjerët i kanë edhe si shoqe dhe nuk është ma sikur përpara, por ndarjet mas shumë që bëhen, unë mendoj që te që kjo pjesa e jetesës Me me vjerri. vjehri. Dhe unë mendoj që shumë vajza do të me kuptu këta që është shumë normale me jetu me prind burrit. Nuk e shoh diçka shumë tragjike, për shembull pse me jetu, na duhet privatësia jon, po tash ti je martu dhe çaj burr nuk mundet me i hup dikon nanën e babën, është shumë normale me jetu me ta. Po çka nëse ndikojnë shumë në marrëdhënien e tyre pastaj? Nuk e di tash, ndoshta ka lloj-lloj femra, unë në këtë rast flas për veti, nuk kisha Mm. mujt prej një djalit me kërku, për shembull me i thonë ose mos jeto me prind, ose unë po ndahna prej teje, s'kisha mujt as me diskutu këtë temë për shembull. Po. E nuse moderne, po pse jo, nusja duhet me punu, me dal, me shoqe, po kurse se mos me harru disa detyra që ai ka